Kampionati mini futbollit për vajzat e shkollave nëntëvjeçare publike dhe jo publike të Bashkisë Lushnjë organizohet për herë të parë nga Qendra Kulturore e Fëmijëve në bashkëpunim me Zyrën Vendore të Arsimit Parauniversitar dhe me mbështetjen e Bashkisë Lushnjë. Kampionati ka tërhequr interesimin e shumë vajzave që do të luajnë me bashkëmoshataret e tyre dhe në të marrin pjesë 8 shkolla nëntëvjeçare: Lirika Zazi, Hysen Xheka Karbonar, Iliria, Gafur Muço, Skënderli Bohova, Karbonar e Vogël, Fotopuka dhe Pasho Kurti Ngurrës. Vajzat pjesëmarrëse janë entuziaste për ndeshjet që do të zgjasin gjithsej 30 minuta e ndarme nga 15 minuta çdo pjesë. Kampionati zgjat 4 ditë dhe ndeshjet do të zhvillohen në kalqeton e xhamisë së qytetit. Dje u ndeshën shkollat nëntëvjeçare Lirika Zazi me Hysen Xhekën, e cila përfundoi me fitoren e shkollës Lirika Zazi pas goditjeve të penalltive me rezultatin 5-4. Ndeshja mes shkollave Iliria dhe Gafur Muço u fitua nga Iliria me rezultatin 1-0. Sot u ndeshën vajzat e shkollave Pasho Kurti Ngurrës me Fotopukën, ku fitoi Ngurza me rezultatin 5-2. Në këtë ndeshje spikati Amelia Bufazi, e cila shënoi 5 gola. Me penallti 3-0 u mbyll ndeshja mes Karbonarës së Vogël me shkollën Skënderli Bohova. Nesër luhen gjysmëfinalet mes shkollave Pasho Kurti Ngurrës me Karbonar e Vogël dhe Iliria me Lirika Zazin. Futbolli është një sport i dashur në Bashkinë e Lushnjës që luhet nga të gjithë dhe zbulon edhe talente vajza në këtë fushë. Gjithashtu ndihmon formimin e fëmijëve në aspektin fizik dhe mendor.